What the fuck? Sa e bukur kjo Luana, more. Shumë e mirë. Po dhe Olsi me Nikun, ma. Dhe ne jemi goxha të bukur, le ta bëjmë. Ha debat. Hyrje sot u bën sepse jemi në premierën e filmit Polic për jetë. Dhe sot do të intervistojmë të gjithë pjesëmarrësit sepse a e dini që ne UTFSH kemi kthyer në trend pjesëmarrjen e medias në eventet të tjera. Sepse unë mendoj që dhe mediat e tjera na kanë kopjuar dhe Janë kjo frymzuar. Përtej modestisë. Përtej modestisë. Gjithsesi. Le të nisim se ka vi pa shumë, po shumë interesant. Tu do mbushet plot, tu do mbushet plot. Qarkulloni, Hapuni. Gjiban, a do të çojmë ty në ndonjëherë në ndonjë film me premiera të tilla? Unë kam qenë pjesë e filmave që kam qenë i vogël, tani këtu në Shqipëri më kanë pak me siklet, nuk e di se pse, për momentin kemi një bisedë me Trilonin, ndoshta po. Çfarë je duke bër, Gjiban, se je zhdukur, ke marrë kështu si një periudhë pauze duket. Jo, nuk jam zhduk fare, po bëj muzikë, ndoshta jam zhduk nga topi, sepse më kanë në listë të zezë, edhe nga... Topit kanë në listë të zezë? Fatkeqësisht. Se janë të zi. Të zinj? Kush e mban atë listën e zezë të topit? Kurioze jam të di, Ledioni, Sara, Lori. Nuk du të komentojmë mbi këtë. Okej. Bikun e ke parë këtë vit, të duken gjithë banorët. Ka njerëz, ka banorë cilët janë përpjek me dhënë më të mirën e tyre, po si normalisht nuk po shpërblehen karakteret të cilët janë sinqert, edhe që përpiqen mos të ofendojnë, po shpërblehen njerëz edhe sjellje polion autoritare arrogante. Si Rogerti. Jo, si Rogerti, si Selina. Rogerti është thjesht. Rogerti do pëlqen. Jo, nuk është se më pëlqen, po ka më të këqij se Rogerti. Kush është i preferuari yt këtë edicion? Juela Nikolli. Juela që është palë me Rogertin të theme. Nuk është palë me Rogertin, është Juela. Mirja ka ndjenja për Selin? Po. Po? E vdek me thua? E gjallë. Po Mateo për Brikenën. Po. Edhe këta e gjallë. Po Selina për Gimbo? Ndjenja jo, pëlqim edhe llogari matematike, po. 4 finalistët e tu kush janë? Selin, Miri, Rogerti edhe Brikena. Bukurri, më bukurri. Ja je zdukur. Absolutisht, po ti e bukur dhe mi dua apo s'dua unë. Ja ke vajtur Loredana, çfarë po bën ti tani me jetën tënde? Mirë jam, gjithandej kam qenë, kam kërkuar pak të prek ato që ishte jeta ime para Big Brotherit për të i vënë dhe pak më shumë ato këmbën në tokë. Je rikonektuar me natyrën, si themi ne. Po, 100%. Edhe po mësoj këta ditës për Tiranë. Vazhdoj, unë mësoj. Tani, Lori, çfarë pritshmërish ke nga filmi Polic për jetë? Si do të duket Luana si aktore? Më kanë thënë shumë fjalë të mira ata që kam marrë gjatë vesh diçka për filmin edhe mezi pres ta shikoj. Tani unë kam një Kanë thënë pyetje. që Luana ka ndryshuar komplet filmin. Në prezenca e saj ka ndryshuar. Por jam kurioz të shikoj. Tani, ke pas ndonjëherë ndonjë problem me policiti, megjithëse jemi në film kështu me polica për shkakun, ke parasysh? Ke probleme policin ndonjëherë në histori? Unë po jo, po çfarë? Gjithë vajzë rregull. Në job. Shkoj, kam patur me thënë drejtë, po s'o ta tregoj sa. Unë noni ta keni parasysh këtë, kur kam qenë brenda Big Brother, kam thënë që në Londër kur kam jetuar, kam bërë një agresion, edhe të gjithë mendojnë se është e vërtet, kjo gjë dua të them që s'është e vërtet. Po, kam patur probleme me policinë në Londër, po për gjëra të tjera. Loredana, unë dua të pyes se ne shkojmë shpesh. Akoma. Okej. Ne shkojmë shpesh në premiera filmit, dhe filmi i fundit ishte ai Monikës dhe Josi. Ti mungove, s'të erdhi ftesa aty? Jo, s'merdi, po nuk e di shumë vetëm ka ngatëruar me nga protagoniste. Nga protagonistat? Po, edhe vazhdojmë bëjnë takt e filmi. Po Josi e besi aktor në për klipe kështu rrjete sociale, si të duk? Po, për shumë pak, me të drejtë. Mos u gënjej kot, shumë pak. Ti do e provoje vetë aktrimin? Po, një qapo, ti s'ke marrë më që. Moj? Isha të kjave të Luizi, këtu ishim. Po, si shkoj,
si shkoj, si Mirë, shkoj. bravo të shoh. Jo, mirë në rregull. Shko, dëgjon, një po të rishë unë me Luizën si kam punë të mirë, prandaj. Mirë, okay, ai po të justifikojmë. Nuk kemi qenë se nuk na ka ardhur. Na ka ardhe, nuk i ka kemi ardhe, bërë. Në prandaj. qoftë se s'kam patur probleme me policia deri më sot do kemi probleme me policia Lori ke ndonjë projekt tani në muajt e ardhshëm ose gjatë vitit, vera? Kam shumë projekte, po jam pak skaramantika, kam pak gimnastik, kështu që i lëm. Mos i tregoj, por që më shumë janë projekte që kanë të bëjnë me veten time, sesa As do jetë një rikthim në televizion? tek këtu për momentin. Pra ti një rikthim në televizion, ndoshta do ta kesh, ndoshta jo, e mendon tek Top Channel-i, tek Lani. Tashi është dhe ka filluar dhe ferma, për Bani na shembull. tha që ishte në listën e zezë të Topit. Ti je në listë të zezë apo stigje? Bardhëve Topit i kem gjithmonë shumë të mira sepse për mua janë ajo familja në Shqipëri le të themi. E para që më hapi dyert edhe më dha mundësi të jem sot ku jam edhe të kem gjitha të dashurinë e publikut që më përpara mos më ishte njëri të një të kupton edhe jam shumë injost dhe për post kësaj me mua kanë qenë vërtet shumë të mirë. Mbas daljes, por dhe gjatë ditës. Mos të keni ai kohë. I dua shumë edhe absolutisht. Lori dhe një pyetje të fundit me Dhe më njohje sa të jetë jeta, se si Topi nuk ka jo në Shqipëri, po as në Ballkan edhe ndonjëherë them që dhe Italia tani nuk po ja arrin dot, po televizion italian. Lori me reality show e ke mbyllur përfundimisht Apo do të çon të apo ka ferma? një fermë në gjithë unë, jo më kote përmenda. Marrin një çik vetë se na kanë akoma ikje, Akoma si pasoja. Barbie ka ardhur në premierën e Policë për jetë. Si Barbie që ke veshur sot, Livia. A do të çojmë ty ndonjëherë në një film e ke si inspirim? Po, patjetër që po, unë kam bërë, po edhe do më shihni në vazhdim. Edhe në vazhdim ke marrë oferta apo ende? Po, Je në kam marrë deri tani, po. Tani Livia, unë të gjithë do kam bërë një pyetje, meqense jemi në një film që quhet Policë për jetë. Po. Ti ke pas ndonjëherë problem me policinë? Jo, policia jonë është shumë... Nga Shqipëria. Nuk kam patur edhe se... Asi gjë? Jo, me policinë them drejtë nuk kam pas kur probleme. Po mirë, po tani pas daljes tënde nga Big Brother, si ka qenë gjithë kjo periudhë? Mirë, e kam shijuar, me thënë të drejtë, me pëlqen. A do i ke që përfundoj ka shpejt? Apo do dojë që të zjaste edhe më shumë? Po, normal, kush nuk do donte që ka dalë që të zjaste akoma më tepër. Normal që po. Nga banorët që kanë ngel ende në lojë, çfarë mendon për secilin prej tyre? Për dinamikat e fundit, Miri, Selin, më mirë bashkë apo të ndarë? Po tani për mirin më mirë të ndarë. Ato e din vetë. Unë i shoh më mirë të ndarë se sa bashkë. Po për Rogerti mendon që është ngritur në lojë, a e ka finalen të sigurt? Rogerti, shukur ka hyrë ka qenë i ngritur, kështu që patjetër se mendoj fare. Livia, sipas teje, kush e fiton Big Brotherin këtë vit? Tani, se si po shkojnë gjërat, se si po komentohen, se di pse mendoj që dyshja e fundit do shkojë Matteo Selin, por kë mendoj unë dhe kë dua unë dhe kush mendoj unë që e meriton, është Rogerti dhe Miri, patjetër. Fitues, e meriton ndoshta apo thjesht nga që është viral shumë? Jo, e meriton. Është se ka bërë dhe pak rëmuj shtëpinë, kupton? Kush do ta mohoj tani? Kush do ta mohoj se atë që e ka bërë, e ka bërë. Ka bërë. Po gjithsesi unë mendoj se Selin dhe Queen është fituesja. Po, edhe mund të jetë, ë? Si dihet asnjëherë. Këtu do jemi do e shohim. Edhe mund të jetë. Po Edhe nëse fiton, unë uroj shumë suksese. Te ferma VIP mund të shoh? Ka arritur Urbana të deportoj tek ty? Apo e ke mbyllur ja dhe kështu? Shumë dashkeni unë. Ka një gjë? Ka diçka? Ka se në hasë, jo? Shumë, jeni shumë poshtë. Gjithsesi ne të urojmë shumë suksese. Video që më keni bërë më ka pëlqyer shumë. Të pëlqeu, e? Jemi këtu me Orsin. Ju jeni këtu dhe ne, po fakt edhe unë jam të ju, se tash unë jam i shtëpi. Unë jam i shtëpi se ju. Pavarësisht se nëse këtë intervistë telefonit nuk kam marrë, po Jo se nuk e ardhur tani Livia se. E mi që e the vetë, mi që e përmend. Ka qenë i zënë me filmin. e dija që do vini tu te filmi dhe thash do e jap ekskluzive këtu. Olsi si ishte të bashkëpunoj edhe një herë me Luanën në këtë film. Me thënë të vërtetën, Luana i ka dhënë një tjetër energji komplet filmit. Jo se marrëdhënia ime me Nikun nuk ishte okay, ishte shumë okay, po gjithmonë
te dyshit pak të regjizori kishte si qase që ishte një aktore tjetër që ndërhyte në këtë marrëdhënien time me Nikun, Maxi dhe Ginos, edhe besoj që kam qenë surprizë shumë e madhe, edhe Luana vetë në aktrim. Tani, mes Nikut dhe Luanës këto zgjidhje si kolegun tënd të preferuar në këtë film. 100% që do zgjidhja si koleg Nikun, si koleg. Si Mikesh, Luana besoj që bën më shumë. Do ka vide me Luanën e Bën më shumë, bën vërtetën. Si ka shkuar gjiri me tërë, se ka pasur në një skenë që ka qenë ndoshta e vështirë ose ka hasur më shumë kohë për të realizuar. Shiko, ne kemi qenë pak në limitet e kohës për pjesën e xhirimeve, po regjizori pak të një ditë përpara që pam filmin, e ka shpëtu shumë mirë pjesën e kohës, pra nuk besoj që do dalloj shumë ajo koha. Kanë pas skenas që kanë pas atë kohën e vet, që u donte ajo koha vet, po besoj që kanë dalë super të realizuara. Tani, realizimi, lodhje, gjitha bashk, a ja ka vlerë shpërblimi monetar? Për zotin do ta shohim. Do ta shohim? Te i pari kemi dalë mirë. Jo kështu ne, si me thënë, që u mytëm lek me demek që po ka qenë mirë. Pra nuk jemi rrogë, jemi përqindje. Përqindje biletë. Pa tjetër, as nuk diskutojnë që po. Disa sa ja për soldat. Tani, ja prit se kom takoj Monika, pastaj. Pa tjetër. Hajde Monika, se brenda familjes jemi. A ti që thanë mu, se s'ke vesh gjata. Shumë lisho. Se nuk është shumë. Jo, është pa tjetër, po kush jam on. Ja. Rastësi që erdhi direkt tu Monika që ta dini ju, kjo zonja këtu më kanë nxjerrë mu. Pa, unë kam zbuluar talentin. Po të zbuloj talentin dhe vajti bëre film. Në aktrim, në muzikë, por mi gjitha talentin që ka si njeri. Ja, po zotë, kjo është faktori që jam unë këtu sot. Tani, kush do shesi më shumë bileta? Me fat apo? Apo po të eksperienc? Kush? Ky më ka zbulu mu. Më fal, po profesori, Profesori na ka zbulu të gjithëve. Ku fitohet më mirë, në film apo në muzikë? 100% që në muzikë. Po në televizion do të shohim ndonjëherë? Me thënë vërtetën, nuk kam pas ndaj ofertë sutunduse që të shkojnë televizion. Malli më ka marrë, absolutisht. Kush e ka po njëherë televizionin, e di që ka adrenalin shumë bukur. Edhe nëse sigurisht në një moment nëse do kemi ofertë që ja vlen edhe një gjë që unë du ta jap, sigurisht me kënaqësi do shkoj. Tani ke bërë disa këngë dasme, dasëm ti do kesh? Do na bësh një dasëm? E kam menduar me thënë vërtetën, këtë verë e kam me qef. Do martohesh? Shiko, nëse filmi ecën mirë, besoj martohem këtë verë. Nëse filmi nuk ecën mirë, viti. Okej, ora që filmi martohet këtë verë. Në dasëm osi. Presim ftesën. Luana Vjollca, më lejo të them që e hyll bote live. Faleminderit shumë. Super prezent, shumë Të hyre. kishim dyshime për këtë gjë, po megjithëse po të shohim në Faleminderit. Kam përshtypjen se e nisët me komplimenta që pastaj të bëni të këqinjë. Gjithmonë. Se ti se ke bërë me të ftuarit e tu. Asnjëherë bot. Tani duhet të drasim Luana apo Luna? Sonte Luna. Sot Luna. Hera parë që të shohim në film. Si erdhi ky propozim për të qenë një aktore të policë për jetë? Po çunat kanë pasur dëshirë që unë të bashkohesh akasi që në sezonin e parë. Unë them sezonin se i referojmë televizioneve, po që në filmin e parë, pastaj unë i njoha në fakt nga sezoni i Zemëruanës, edhe që aty nisi një frymë e bukur, një energji e bukur. Më propozuan një skenar, i cili ishte nga ato skenarët që nuk i thuhet jo. Cili është roli yt në film? Na zbulosh disa detaje? Kjo që jam, po jo shpirt mirë. Jo shpirt Pa mirë. duke bërë karate, duke bërë... Ashtu si duhet ishte një jetë reale, po. Si jam Një good girl. Luana, nuk e di me pa fund mesazhe, po absolutisht na mungon shumë në televizion. Faleminderit. Të gjithëve ne, po ndoshta mund të shohim ndonjëherë në televizion apo tani e fokusuar tërësisht tek biznesi juaj. Në fakt, çfarë do të them unë për këtë pyetje? Zërat kanë dalë, Zërat kanë dalë tash. Unë vdes për shko kush Luan. Çdo të Se shkon mos vetëm prisja. ti of ato. Dhe ishte emision më lejo të ta them, se unë s'para bëj komplimenta dhe kështu lajka, po ishte vërtet një emision shumë Falë, i po ju bukur. që keni shumë të mirë. Prisa unë kam bërë një putje për fund, po prit. E mbaruam intervistën tani. Dalina pas ka bërë një punë fantastike, jam shumë e lumtur që ju jeni të rinj në drejt, po keni arritur që të superoni shumë bukur tregun, edhe pjesën e industrisë së showbizit, që bravo çuna. Pyetja e fundit. Sot dalja
Filmja jote e fundit televizive ka qenë Ferma VIP dhe për ironi të fatit nis sot me Arbanën. Ke diçka për t'i thënë? Po ju, a më tha që më ndiqni mua? Po. Po e kanë kthy një herë të përgjigje prapë? Po jo, 5 herë. Po tani nga filmi ndryshon, po se të vjen nga filmi është më. Qëra faleminderit shumë. Shumë faleminderit Luana, suksese në film. Ju bote. Në premierën e filmit Policë për jetë. Është i dyti. Pas Policë për kokë. Prisni t'ja kaloni suksesit të parë. Po patjetër, jemi për treshin, jemi rrugës për të treshin. Vërtet? Te treshi këto merrni. Apo Ja ta shohim, ta bëjmë që me botit të hapur, edhe publiku. Thuhet kur përveç suksesit dhe që pëlqejet shumë, thuhet që dhe fitimet janë shumë të mira kur janë të mira? Ja do presim që do të hapet llafi. A po mirë nishin e ditës? Atë një shqip një filmi, po ju pëlqeu, vetëm po ju pëlqeu. Shpërndani fjalën, që vinë dua shikojnë edhe shoqëria. Ja, Niksi ka qenë bashkëpunimi me Luanën, është era parë që do shohim aktore. Ty si të zgjuar? Riza më e bukur e këtij filmi. Vërtet? Ma thënë, e kam e dua shumë Olsin, më mori malli dhe shqyqy që e kisha prap set, por që është jam bitor dhe është Luana sot shqyqy. Tani me Solsit dhe Luanës, këto zgjidhje. Ja të shikosh një film, sepse është temave e filmit. Po një aktor me cili nuk ka shkuar shumë muhabeti gjatë setit të çirimit? Po me mua si ka shkuar shumë muhabeti, për punë të mirë flas, Po ti është Luana, thotë jemi zën, mua s'm duket e tillë, po. Ti se di që jeni zën. Por që si jemi zën për punë e punës. Jo, është film shumë i mirë, për brenda realitetit shqiptar është film bombastik për zhanin që përparton, për vajson, kështu që do ta shihni vetë, edhe unë për vetëm jam krenar, edhe jam proud of everyone. Dhe një pyetje të fundit, u përhapën disa fjalë që ti do ishe pjesë e kastit të Fermës VIP që nis sonte. Janë të vërteta, janë të vërteta? Jo, kur fillon Ferma? Unë jam sot. Je këtu, po mund futesh pak më mbrapa, më vonë. Kanë të vërteta. Jo. Po për Big Brother të ka ardhur ftesë? Ja, po nuk besoj se është gjë për mua. Okej. Shumë faleminderit, suksese. Si ka qenë kjo periudhë pas Big Brother për ty Selin? Shumë e bukur, realisht, ka qenë shumë e bukur. Unë e kam shijuar shumë edhe eksperiencën brenda Big Brother, po kjo që vika jashtë që nga më e bukura. Sa ka ndryshuar jeta jote pas hyrjes në Big Brother? Jeta ime ka ndryshuar jo 100%, po të thënë 200% duke marrë parasysh se çfarë jete bëja unë përpara se të hyja në Big Brother, edhe tamam edhe para se të hyja në përputhje, kështu që realisht është ndryshim shumë i madh për mua. Selina, nga eksperiencat e tua, si në përputhje si në Big Brother, pendohesh për ndonjë prej tyre? Për asnjëra. E ke shijuar 100%? E kam shijuar dhe mendoj që pikërisht se e kam bërë ashtu si e kam bërë, prandaj e kam shijuar dhe më ka shkuar kaq mirë. Nëse do të jepej mundësia të rifutesh në shtëpinë e Big Brother dhe të ribëje lojën, a do zgjidhje të njëjtën lojë dhe po themi shansin që i dhe një personi aty brenda? Unë kam një problem shumë të madh në jetën time dhe mendoj që nuk jam pjesë për reality show, ndoshta për faktin që unë nuk luaj, kështu që kur bëhet fjalë për këtë pyetje që sapo më bëre, kam shumë problem tek loja, më ngec puna aty. Selin, në premierë unë pash që ishe edhe Casey. A ke pasur mundësi ta takosh ose a keni pasur një komunikim, ndoshta edhe në formë sqarimi? Kush është ky? Casey, djali që ke pasur, ke parasysh? Nuk e Ma ti ishte këtu? Ishte këtu, e takove? Ja. Selin, ku do të shohim në një projekt, cilat janë planet e tua për të ardhmen? Tani do më shihni çdo të shtunte të guximshit dhe çdo të diel të trotuarit. Këto janë planet e mia për momentin, më mbrapa çka ka shkruar Mati Zot. Shumë suksese. Pyetje të fundit, unë kam pyetur gjithë të ftuarit, ta kanë pasur probleme me policin ndonjëherë në jetë, megjithëse jemi te filmi Policë për jetë. A do një sekret? Po. Unë kam vetëm 13 pikë në patent. Pra shirje të rregullave të qarkullimit, faleminderit. Shumë faleminderit. Historikun tim të patentës ka çdo lloj problemi të mundshëm, kështu që po kam probleme me policinë. Avere qui Claudi, il star di Big Brother VIP Kosova. Grazie, faleminderit shumë për ftesën. Claudi, si ka qenë këto ditë pas Big Brother VIP Kosova? A je mundet ta marrësh dot vete? Jam marrë plotësisht, ne po vazhdoj, po mundohna me punu sa më shumë me veten time. Fokusi është komplet tek vetja. Po punojmë në projektet e mia, po vazhdojmë edhe me rrjetet sociale siç e kanë pa njerëzit. Çfarë projektesh konkretisht? Janë disa projekte si në aspektin e modës, si në aspektin e
rrjeteve sociale, si dhe projekte biznesi, po aty duhet pak më shumë kohë. Normal shefi jam për momentin është mu lidh alo më shumë me publikun shqiptar që ta dinë ata, domethënë kush është Klodi, çka e përcakton Klodin, edhe cilat janë qëllimet e Klodit e njëjtë, si marrëdhënie me njerëz si çdo gjë tjetër. Pra nuk ka rikthim në Itali, e fokusuar në Shqipëri, në Kosovë? No, realisht ka me pasur edhe rikthim në Itali, pak nej duhet. Klodi, a të vjen keq që shkove deri në finale dhe nuk arrite do ta rrëmbeje fitoren, të fitoje Big Brother Kosovë? Po tash normal që pak keq vjen, po në të njëjtën kohë kur ja ban vetes, atë. Si miku jot më i mirë ka fituar. Eksakt, Londrimi e ka fitu, kushdo që kish fitu Londrimi, Eliona isha gëzu. Tret kemi mbrinë finale, është diçka besoj që kemi dhënë një shembull shumë të mirë aty brenda. Dhe tash vazhdojmë, secili i uroj më të mirën, si tjerëve edhe Londrimit e Elionës. Vazhdoni të jeni shok shumë të mirë edhe pas Big Brotherit me Londrimin? Sigurisht që po. Do zjasim miqësia. Normal, ka qenë real, pse jo. Klodi, me kënga banorët ti nuk ruan një raport, pra që nuk e më raport, pra as nuk flet. Kam bërë qartë, janë Alba dhe Labi, me të mëdhan persona me cilët. Ka dhe tjerë, nuk... Thjesht në këtë moment besoj që secili është u fokusu te vetja, te attention që i ka secili do me këshirë edhe punën e vetë, anën e biznesit, është edhe kjo pjesa që do të më shput prej Big Boy, më riadaptu edhe një herë adin me realitetin jashtë, kështu që unë e kuptoj secilin, besoj që ka qenë real aty raporte të vërteta kuptojnë jashtë, nëse një raport nuk vazhdon, a kanë shkruar më ashtu dhe s'ka kur gjatë keq. Në rrjet ka pasur shumë aludime që në Big Brother ose më saktë në dhomë të rrëfimit ka pasur telefona ose merit indikacione nga jashtë. Ti vetë ke pasur në një nga këto skenarët ose situatë? Jo, unë për veti nuk di asgjë. Nuk e marr, di që kam qenë vetja, nuk kam pas te kjo pjesë, domethënë jam kanë sherrë i vetës, domethënë. A ka diçka në eksperiencën tënde në Big Brother për të cilën ti pendohesh ose që do i kishe bërë ndryshe? Jo, që pendohem, s'ban mu pendu sepse ajo ka kalu, por mendoj që pak ma shumë i vendost edhe ma pak tolerancë për disa situata ish ka e nevojshme, po. Jemi me fituesin e Big Brother VIP Kosova, Londrimi! Të pa diskutuar i Londrimi! Përshëndetje. Bravo për fitoren, ishte më se e merituar, besoj ke dëgjuar shumë këtë refren këto ditë. Yes, pak. Si ka qenë kjo periudhë për ty, Londrim, pas finale? Diçka tepër e bukur, shumë nice, jam të shiu çdo moment. Ty përsërit fjalët e njëjta se pak a shumë është pyetja që mbot mas shumë ti, ama gjithçka është shku super. Kur do dali kënga jote e parë pas Bigut, se jam shumë kurioz të di çfarë do sjellësh në treg. Fix, që kjo është pyetja që prapë mbot mas shumë, ti që shumë shpejt ka me ardhur diçka, nuk po du me jap datë konkrete, për shkak që s'po du me premtu diçka, po jena të punu në drejtim edhe besoj që ka me ardhur diçka shumë e bukur. Po bashkëpunime me emra të mëdhenj të kanë kontaktuar artistë të tjerë? Patjetër që po. Kush më nëse mund të na zbulosh në një rapera, këngëtare, vajza tjerë? Veç muna me thonë që shumica janë vajza. Kaq të. Pak më parë ne intervistuam dhe Klodin, i cili ishte gjithashtu në këtë intervistë. Ju shohim kudo bashkë, misia vazhdon edhe pas Bigut apo jo? Të bashkë me Elion, apo jo? Patjetër që po. Po ka ndonjë prej banorëve të cilët ti nuk ruan asnjë komunikim fare? Po. Ka. Cilët janë? Ku me kas do flasësh? S'ja vlen me ju jap vëmendje, më ja përmend edhe emrin, kështu që fare. Sot jemi në një premier filmi, a do të shohim, a ke ndonjë dëshirë për aktrim se manifestimin e Big Brother i do bërë? Yes, me thon drejtën nuk i dihet. Lëndrimi është i papritur, që ka mundësi që mundi me pa ndoshta edhe në Turqi me ndaj rol. Hajde bëj një manifestim tani, bëj një manifestim. Në Turqi, po prandaj po them. Tani si do ta manifestojmë ne këtë tani? Çfarë duhet bëjmë? Jo, kjo është sekret që s'muna m'ja u tregu, për shkak që mandej realizimi të dëshirave të mia është më i e vërtet kjo që s'duhet ti thuash dëshirat e nuk të realizohen. Jo, po hajgare, thjesht lutoni, mi pas qëllimet e mira, me kon njerëz mirë, me shpirt mirë dhe besoj që çdo sen realizohet, sidomos kur punon drejt asaj. Kështu që kjo është sekreti, s'ka diçka. Lëndrim, unë të gjithë të ftorit e kam pyetur, megjithëse jemi tek policë për jetë. Ti ke pasur ndonjëherë probleme me policinë në jetën tënde? Në një histori që mund na tregosh? Ose ti e që ke lëvizur, jo në këtë moment, ndoshta më përpara. Po dhe po në këto momente, me thonë drejtën s'është që po më kujtohet diçka, po normal, e kom kujtohet një rast kur më patenol që bile bashkë më kom paleje të kerit, po pa ta pështu. Po. Lëndrim, dhe një pyetje të fundit, besoj ke parë që jas ke shumë fansa, dhe ato kanë bërë shumë edite kur ti ke qenë në Big Brother, ti me Klodin, me banorët të tjerë, ke parë si ke reaguar nga këto edita?
Si janë dukur? Tepër të bukur, ju lumt krejt atynve që punojnë edhe kanë marrë kohë për jetës tyre për me bua si editës se janë bëme shumë profesionale edhe normalisht që marrin shumë kohë, kështu që faleminderit, shumë faleminderit. Të falenderojmë dhe ne shumë Faleminderit për juve. Ka publiku si e Londri. Përshëndetje. Kjo është kolegja jonë. Një pyetje kam unë. Klodi është futur gjysmore përpara. Pse si jeni futur bashkë? Për shkak se Klodi ka qenë në Tiranë edhe unë jam kënë në Kosovë. Kështu që kjo Kosovë është do ikni arsyeja. bashkë për tani? Besoj që po. Besoj që po, me. Faleminderit Londri. Andale!